E kur të thoni urat, mos të prani me fjalë të kota, por si pagant, ata mendojnë se do të plotësohet urata nëse thonë shumë fjalë. Mos bëni si ata, sepse Ati juaj e din mirë se për çka keni nevojë para se t'i luteni. Prandaj lutuni kështu: Ati ynë që je në qiell, shajtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në leje. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, sikur se u falim ne fajtorëve tanë, e mos lejo të bijmë në tundim, por na shpëto nga i ligu. Vërtet, në qoftë se ju falni njerëzve gabimet e tyre, edhe Ati juaj qiellor do t'ju falë juve. Por nëse ju nuk ju falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj qiellor nuk do t'u falë juve gabimet tuaja.